Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Vllazërit të nderuar, pas namazit sabahut dolëm në vërmis këtu me vllaznit, edhe kemi vllon Ibrahimin, atje e kemi, e inshallah ka me mujt me zonë e peshk, po më duket shpesh përin ka pas 6 orë veç një peshk, apo mund me zonë, po jo. Ajo që deshta me fol, si që dini, kohët e fundit debatet janë shtu shumë, sidomos me anti-islamistat, me këto lëvizjet e ndryshme anti-islame, që kanë marrë hovë bëhegi të madhe, çdo 3 vjet e fundit, edhe disa prej mediave pjojapin, goxha pjojapin hapësirë aty ne. E keqja është që muslimani, kur do me dalë në debat, vëlla besim, duhet me ditë kënë e ka përpara në debat. Duhet me studiu filonin, me këqyr publikimet e tia, videot e tia, apo shkrimet e tia, atë nivelin akademik të ti. Nuk bën me se cilin me dalë. Por nëse ki vendos me dalë, duhet më konë shumë i pregaditum, që për çdo dyshim që e përhap aj, ti argumentet ti kesh. Argumentet janë, se na e dim se Islami është e vërteta. Nuk ka dyshim në të. Po vetëm thjesht duhet me studiu personin, me shiku publikimet, dhe pastaj i mbledh argumentet në Kur'an, Sunnet, fjalët e ulemave, edhe kryet çështën. Sepse ata sjellin dyshime disa ajete sipërfaqësore, subhanallahu, rastësisht e pash, po të citon një ajet suratul Anfal, që Allah po tenton për luftën. Thot goditni në qafa dhe në gjymtyr. Ha, thot, a pëshe? Kurani po thirr në ekstremizëm, thot. Në terrorizëm po thirr Kurani. Ka dalë më nderuar ti. Kur shkon luftë, çka kemi voti? A ti kemi limu kur shkon lufta? Kemi godit. Në kohën e pejgamberit alayhis salam s'ka pas kallosha. As rakete s'ka pas, po ka pas shpata. E atë shpatën di ku kemi godit me shpatë vllaja? Kallzëm ti mu. Ku kemi godit? On kokë, on trup, on gjymtyr, dikon gjatë luftës kemi godit. Pastaj pyetja është, ç'ke sure? Ku ka zbrit, mi thonë? A ka zbrit në Mekë në Medinë? Bukur. Shkaku i zbritjes me e pyet ato, se ata veç i marrin ajetet sipërfaqësisht, edhe kur dojnë me godit Islamin, edhe sipërfaqësisht i komentojnë. Mirë, mi thonë, shkaku i zbritjes këtij ajeti. Cili është shkaku i zbritjes? Fillon lufta është. Mirë, kur del ti përpara luftës, normalisht ki më mbrojt aty. Ja ka me të vraja, ki me vra, apo kupton? Nëse del ti në luftë, domosdoshmërisht ti ki me qëndru stoikisht, edhe është tradhtimja këtë shpinën armikut, apo? E për atë arsye, na themi që ata që dojnë me dalë në debat, le ta studiojnë personin mirë, pasi që e studiojnë personin mirë, pastaj le ta godasin mirë me argumente. Këta kanë haru në Bibël, këqyre çka thuhet në Bibël. Veç pju lexoj këto versete të Biblës. Veç këqyre. Ligji i përtrir, 20, 16 vis 17, këqyre çka thotë. Por në qytetet e këtyre popujve, mos lërë, thot, të mbetet gjallë asgjë që merr frymë, mos le, thot. Shfarosi plotësisht hititët, amorejt, kananitët, perizitët, hivejt dhe jebusejt. 1 Samuelit 15:3. Shko, qëre këta. Shko dhe godite Amalekun, jo jehudët. Shkatroj plotësisht gjithë shka që ka. Mos e kurse vrit, qëre vrit, thët. Bura e gra, fëmijë e fushnje, që e dele deve gomar. Që kjo në Bibël? Pastaj thot, Jozueu, 6:21. Ata shfarosën me shpat gjithë shka që ishte në qytet. Burra e gra, 3 e pleq, që dele dhe gomar. Numrat, 31, 17-18. Vritni, gjdo mashkull fëmi dhe gjdo grua që ka njohur burr, por vajzat që nuk ka njohur burr, lërni të jetojnë për vete. Ligji i përtrir. Nëse një qytet largohet prej dhujtaris, urdhrohet nëse një qytet largohet drejt i dhujtaris, shkon një dhujtari,
Që po thot? Urdhërohet të goditet me shpatë dhe të shkatërrohet plotësisht. Dhe kronikave 12-13, kushdo që nuk do ta kërkonte Zotin të dënojë me vdekje, i madh apo i vogël, burr apo grua. E ki gjetë një ajet suratul Anfal, ajetet medinase, kur ka ardhur, kur është bo lufta, edhe normal kur del luftë, siç e tham më herët, ose ka me të godit, ose ki me godit, e këto versetet që në Bibël, që në hala më të ashpra, burra e gra, fëmije, pleqe, kretë, çdo kush që nuk është komunitetit tynve, fot shkatëroj plotësisht, këto i kanë harru kretë. Këtë i kanë harru këto. Këto e në vjatën e vjetër, edhe e në publike. Ma thonë, që shkanë thonë ulemaja, subhanallah, një fjalë, kur e ke shpinë prej gjami, mos e godit dikonin, se të thejet, se nuk ki argumenta. Vesh du të më koni fuqishëm në mbamendje, në kujtes, ose tek e funit, merë Kuranin me veti, merë tekstet e hadithit, edhe kundër përgjigju me linë Allah, une kom fillu gjitha pjesët aty të emisioni që ka ngrit dyshime ai anti-islamisti, ai katoliku ekstremist, ai Luigi, që në disa dokumente po thuhet që i kumpan internet, që është pagzume edhe me emër Ljubisha Perković. Edhe po mundohet me fut fitne në mesin në Kosovë këtu, me shkaktu trazira, se ajo është vallaj është tereni të u bo shumë i rrezikshëm, duke sulmu tërkohën. Lusim Allahun azza wa jall që më na rujt për fitnes tynve, çështu fillon. Njerë fillon me gjuhë, ajo ideologjia ekstremiste fillon me gjuhë, është ekstremizmi ideologjik, pas e që ky ekstremizm ideologjik veç shëndrot në ekstremizmin e dhunshëm. Edhe pastaj më vonë bëhet. Apo, është ma mirë mira në kokë, që thëjnë, mira fitness në kokë. Në kokë me i godit, që thjesht mos më përhap, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.